Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk e di se sa do t'i kushtoj organizimi i zgjedhjeve të parakohshme që do të mbahen më 28 dhjetor, e për të cilat nuk ka buxhet në arkën e vet. Për zgjedhjet e fundit nacionale që u mbajtën në shkurt, ky institucion ka shpenzuar rreth 7.9 milion euro. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi tha se është duke u përgatitur plani buxhetor dhe se në fillim të javës së ardhshme do të dërgohet në qeveri kërkesa për alokimin e tij. Zgjedhjet e datës 28 dhjetor nuk kanë qenë të planifikuara gjatë këtij viti, që do të thotë se KQZ nuk ka mjete buxhetore të planifikuara për organizimin e këtij procesi zgjedhor. Pra, në këtë fazë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka një shifër se sa është planifikimi sakt buxhetor për organizimin e zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Në mbledhjen e radhës të KQZ-s do të dalë dokumenti, do të thotë pra planifikimi buxhetor dhe shifra e saktë se sa prapërsisht mund të kushtojnë këto zgjedhje. Elezi ka treguar edhe për shpenzimet e institucionit në organizimin e zgjedhjeve nacionale të mbajtura në shkurt, si dhe për zgjedhjet komunale të zhvilluara në 2 runde. E bazuar në një përllogaritje të përafërt të planifikimeve të deritanishme, më shumë se 27 milion euro mund të arrijë fatura totale e të gjitha proceseve zgjedhore që pritet të mbahen gjatë vitit 2025 në Kosovë. Sa i përket mjeteve të shpenzuara në proceset e kaluara zgjedhore, për zgjedhjet e datës nën shkurt, KQZ kishte planifikuar rreth 8.7 milion euro pra për organizimin e atyre zgjedhjeve dhe sipas raporteve të fundit janë shpenzuar rreth 7.9 milion euro. Ndërkaq sa i përket zgjedhjeve lokale, shuma planifikuar ka qenë në vlerë në 10.5 milion eurove dhe në këtë fazë ende nuk e dim se sa nga këto mjete janë shpenzuar për të organizuar të gjithë procesin zgjedhor. Por burimet të kohës thanë se nga proceset zgjedhore të këtij viti janë kursyer rreth 2 milion euro dhe se qeverisë do t'i kërkohet të alokojë edhe rreth 6 milion euro të tjera. 4 ditë më parë, ministri në detyrë i financave, Hekuran Murati, tha se mjetet për zgjedhjet e parakohshme do të ndahen nga kursimet apo tepricat e organizatave buxhetore. Në qeveri nuk kanë treguar se sa është vlera e këtyre kursimeve dhe tepricave që mund të vihen në dispozicion për KQZ-n. Legjislatura e nëntë ka përfunduar mandatin të enjtën, me që as mandatari i dytë nuk ka mundur të marrë mbështetjen për formimin e qeverisë. Pas shpërndarjes së kuvendit, presidentja Vjosa Osmani e ka caktuar 28 dhjetorin si datë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme.